Të nderuar të pranishëm, faleminderit edhe një herë që keni qenë prezent në premierën e dokumentarit në shërbim të betimit, kushtuar ushtarakut Adem Shehut. Tani për një fjalë përshëndetje ftoj edhe zonjën Albulena Agjiu, ushtruesen e detyrës së presidentës së Republikës së Kosovës. I nderuar Kryeministri i Republikës së Kosovës, zoti Albin Kurti, i nderuar Ministër Maqedonci, i nderuar Komandant Adem Shehi, të nderuar ish komandant, i nderuar zoti Gërvalla, të nderuar familjar të dëshmorëve, të nderuar veteran e bashkëlufttar, të nderuar përfaqësues të institucioneve të Republikës së Kosovës, zonja dhe zotrin. Dokumentari ka një fuqi të veçantë. Ai nxjerr njeriu nga arkivat e shënimeve dhe e kthen në prani, siç bëri edhe dokumentari që sapo ndoqëm për komandant Adem Shehin. Në figurën e Adem Shehit takohen dy përmasa të njëjta të ndërgjegjes shqiptare. Shqipëria që nuk qëndroi indiferente dhe Kosova që nuk pranoi nënshtrimin. E përgëzoj ekipin realizues për këtë punë të çmuar, sepse kanë ruajtur më shumë se një jetëshkrim. Kanë ruajtur zërin e një kohe dhe kujtimin e njerëzve që në çaste të vështira morën vendime të qarta, pa kërkuar vend në krye të rrëfimit. Adem Shehi është një nga ata njerëz, oficer karrieri i ushtrisë shqiptare, me origjinë nga Farka e Tiranës, ai erdhi në Kosovë si njëri i dijes ushtarake, por edhe si një shqiptar që kuptoi për një mend thirrjen e kohës. Në vitet kur lufta po afrohej dhe përballja me forcat serbe po bëhej gjithnjë e më e pashmangshme, ai e vuri përbojën, dijen dhe profesionalizmin e tij ushtarak në shërbim të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Para se të hynte drejt për drejt në luftë, Adem Shehi ndihmoi në organizimin dhe stërvitjen e qindra vullnetarëve ushtarëve të UÇK-s. Në radhët e tyre kishte vullnet, kishte zemrim të drejtë, kishte gatishmëri për të mos u kthyer prapa. Adem Shehi solli pjesën që e bën këtë vullnet të qëndrueshëm, e solli stërvitjen, disiplinën, por po ashtu edhe mendimin ushtarak. Në kuadër të zonës operative të Llapit, angazhimi i tij në brigadën 153 Hyzritalla u bë faktor kyç për forcimin e njësive të saj. Që nga ditët e para ai u përshkrua si pjesë e ngritjes profesionale të ushtarëve dhe përgatitjes fizike. I dha mbarështim një force që po rritej në kushte lufte dhe duhet mësonte shpejt si të qëndronte përballë një armiku të organizuar. Ky angazhim ushtri natyrshëm edhe në planifikimin dhe organizimin e veprimeve ushtarake kundër forcave serbe. Veçanërisht në aksionet në Stallov, përgatitja, guximi dhe vendosmëria e luftarëve treguan se një njësi bëhet më e fortë kur trimëria lidhet me dijen dhe kur komanda njeh nga afër njeriu që lufton. Brigata 153 Hyzritalla ishte e lidhur ngushtë me Llapin dhe Gollakun. Në ato troje mes njësive të UÇK-s dhe popullit u krijua një lidhje pa cilën asnjë veprim në terren nuk do të kishte të njëjtën siguri. Familjet ofruan streh, ushqim, njohje të shtigjeve dhe të terrenit, duke bërë të mundur që njësitë ta kishin mbështetjen aty ku vepronin. Adem Shehi ka folur me respekt për këto familje sepse ka kuptuar se asnjë strukturë ushtarake nuk qëndron gjatë pa besimin e njerëzve të vendit. Përvoja e tij si oficere mësoi se komanda, disiplina dhe plani janë të domosdoshme, por në luftën çlirimtare po aq e rëndësishme ishte edhe lidhja me popullin. Sot, në cilësinë e ushtruesës së detyrës së presidentës së Republikës së Kosovës, kam dekoruar Adem Shehin me medaljen, urdhrin e lirisë, si njohje institucionale për shërbimin e tij. Kjo medalje nderon një komandant, por përmes tij nderon edhe oficerët dhe vullnetarët nga Shqipëria që u përgjigjen thirrjes së Kosovës dhe u bashkuan radhëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Historia e luftës sonë çlirimtare nuk mund të kuptohet pa këtë përmas,
pa njerëzit që erdhen nga Shqipëria, pa ata që sollën përvojë, dije, stërvitje dhe zemër e armë. I nderuar komandant Adem Shehi, Republika e Kosovës përulet me respekt ndaj shërbimit dhe sakrificës suaj. Ju nderon si oficer nga Shqipëria, si komandant i brigadës 153 Hyzri Talla dhe si njeriu që e ktheu dijen ushtarake në shërbim për çlirimin e Kosovës. Kështu nderojmë të vërtetën që populli ynë e di më mirë se çdo protokoll shtetëror. Kosova dhe Shqipëria janë një këmbë. Në ditët e vështira kjo u dëshmua në male, në stërvitje, në front, në strehim dhe në gjakun atyre që nuk pyetën ku mbaron njëri kufi dhe ku fillon tjetri kufi. Ju idolët Zot Kosovës, ashtu siç i dilet Zot shtëpisë, andaj edhe sot ju them me plot gojë, mirë se erdhat në shtëpinë tuaj. Ju faleminderit. Falenderojmë zonjën Albulena Haxhiu. Tani gjatë intervistës për realizimin e këtij dokumentari kemi pas rastin që të kemi biseda bukur të gjata dhe me shumë bashkëluftëtar të Adem Shehut. Njëri ndërta pa dyshim që është edhe ministri Ejub Maqedonci, i cili na ka rrëfy shumë gjëra interesante, duke pas parasysh që ka qenë mjaft i ri kur e ka takuar Adem Shehun, po ashtu ishte edhe një lloj frymëzimi për të që sot ai është ushtarak edhe vetë, zoti Maqedonci. Ai e përmend që ka pas një lloj role model Adem Shehun, edhe do ta kisha ftuar patjetër për një fjalë përshëndetse. Faleminderit shumë, e nderuara ushtruese detyrës së presidencës zonja Albulena Haxhiu, i nderuar kryeministër Albin Kurti, i dashur komandant Adem Shehu, të dashur bashkëluftar, familjet të dëshmorëve dhe pjesëmarrës të këtij aktiviteti mjaft të rëndësishëm për vendin tonë, duke pas parasysh që po përjetësojmë përmes një dokumentari, një vepër të një oficeri i cili me të vërtetë ka shërbyer jashtëzakonisht shumë për të mirën edhe zhvillimin e ushtrisë së Kosovës. Në emër të Qeverisë së Republikës së Kosovës, institucioneve dhe gjithë qytetarët e Kosovës, ju falenderojmë komandant për gjithë shërbimin tuaj ndaj kombit, ndaj vendit, bindur që ky shërbim nuk ka përfunduar dhe të jetë gjithmonë i mirëseardhur për të kontribuar për Kosovën aty ku ti vlerëson që e ke të mundshme edhe të nevojshme. Përndryshe, do të ndoja 3 momente të veçanta, do të veçoja në fakt 3 momente nga ky 28 vjet njohje që kemi me komandantin. Ditën e parë të qitjes që kemi pasur me armë në poligonin në Shqipëri, pasi kishim ardhur nga perëndimi, shumica ishim të rinj, shumica përdornin për herë të parë armët dhe për të na motivuar, komandanti gjeti një shprehje, mund të themi, një fjali mjaft interesante, na thoshte që për të provuar që jeni shqiptar gjenetikisht, duhet të keni qitje të saktë me armë, sepse shqiptarët e vërtet qesin saktë. Përmes kësaj na detyronte që të koncentrohemi në qitje, edhe mos shpenzonim shumë municione për të pasur qitje të sakta, por edhe normalisht që ta ndjenim veten më mirë. Momenti i dytë, kur ka ardhur komandanti, kur është kthyer në Kosovë, kur ka filluar drejtimin e brigadës 153, për ne gjithë ka qenë moment mjaft motivues dhe siç e thash edhe gjatë dokumentarit, një nga këshillat e parë që kemi marrë ne luftëtarët e brigadës 153 ka qenë që tani është koha të lëmë istikamet dhe dalim në asfalt, të godasim forcat serbe, të mos i lëmë të grupohen për të na sulmuar, kur të rigrupohen prap, të godasim prap e pa ndal derisa të shkatrojmë të tërat. Komandanti pra ka vazhduar që të drejtoj edhe duke shndruar me të vërtet brigadën 153 në një model të një brigade sulmuese që në atë kohë ishte hera e parë që në Kosovë kishim në kodër të UÇK-s një brigadë cila gjatë gjithë kohës sulmonte, pra nuk kishte fokus mbrojtjen e istikame, mbrojtjen e fshatra, po kishte fokus sulmen në mënyrë që të mbrohemi. Dhe momenti i tretë do ta veçoja pas luftës së Kosovës, kur
kur kemi pasur biseda, shumë herë më ka thënë që tani ka mbaruar lufta, tani duhet të edukohesh, të përfundosh edukimin ushtarak, të vazhdosh me zhvillimin tënd personal, të kontribosh duke u zhvilluar në mënyrë që të përmbushësh objektivin tënd, edhe në mënyrë që të kontribosh për vendin. Prandaj edhe këshilla e komandantit ka qenë me të vërtetë inspirim për mua që të vazhdoj edhe me edukimin ushtarak në vazhdimsi, edhe vlerësoj që prap, siç e thash edhe gjatë diskutimeve që kemi pasur me Sebahatën, është një rol model jo vetëm për mua, por për gjithë ata që synojnë të shërbejnë atë dheut deri në vdekje. Faleminderit shumë komandant, faleminderit në emër të qeverisë Kosovës, faleminderit në emër të popullit Kosovës. Padyshim që ndëgjuam disa herë komandantin në fjalë edhe gjatë dokumentarit, mirë po tani është momenti ta dëgjojmë edhe këtu pak me një fjalë përshëndetëse. Të lutem komandant. Të dashur vëllezër dhe motra, respektuar presidenti e Kosovës, kryeministri i Kosovës, bashkëluftar, familje dëshmorëve. Unë lash një familje të vogël në Tiranë dhe jeta një familje të madhe që quhet Kosovë, Gollak. Këtu prek emri im disa herë. Janë djemt të Gollakut në strukturët të ushtrisë trimtare të Kosovës, që i dolën për Zotë vatanit. Do t'i jem mirënjohës atyre djemve vajzave. Do t'i jem mirënjohës nënës Kosovë, që rriti e edukoj këto djemë dhe vajza. Do t'i jem mirënjohës forca progresive që në momentet kyçe, kur bon testimin real të QK-s, na u bashkangjitur me krye Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe forcat pro-perëndimore, po që konvenuan me interesin tonë. E theksoj këtë në ndjemë mirënjohje ndaj forcave të NATO-s. Në kooperim së bashku me Ushtrinë Trimtare të Kosovës, gjatë 78 ditëve, pedagogu im mbajti lidhje të drejtë për drejta me aviacionin e NATO-s. Do t'jem mirënjohës të burgosur të çështjes kombëtare, që trasuan këtë rrugë por të vazhduar dhe për të finalizuar që Kosova të jetë e lirë. Paçi në fat qofshi gjithë një faqebardh, Kosova është shpirti jonë. Faleminderit. Në mesin ton gjendet edhe Megi Turkun nga autoriteti i portit të Durrësit, aty edhe ku vepron komandanti ende, ka ardhur në një vizitë speciale, është një mysafire speciale jona, po ashtu ka dashur ta nderoj me prezencën e saj edhe zotin komandant. Lutem Megi. Shumë faleminderit, jam e nderuar që jam mes miqve dhe kaq shumë personaliteteve të Kosovës. Ne jemi mbledhur këtu për të nderuar një burr që nuk qëndroi indiferent ndaj historisë, por vendosi ta shkruaj atë. Unë sot jam emocionuar shumë duke parë dokumentarin dhe kam qarë nga fillimi në fund. Unë vi nga Durrësi dhe ende kemi në kujtesë portin e Durrësit dhe gjithë horizontin me anijet luftarake, anijet humanitare, dhe nga i port që dikur solli edhe ushtarët e ardhshëm të komandantit dhe që u bë dhe zemra logjistikës së luftës, unë ju përcjell
përshëndetjet më miqësore dhe më të përzemërta dhe në emër të kolegëve të mi. Ju e njihni komandantin si një njeri që i shërbeu çështjes kombëtare, ne e njohim dhe si një koleg nga i cili mësojmë çdo ditë. Shumë faleminderit. Ky gest simbolik dhe mjaft domethënës për komandantin, po ashtu edhe për neve të gjithëve, sepse na kujtojnë se nuk jemi vetëm, qoftë edhe koleg apo shok të rrugës ose të idealit. Shënon edhe një përmbyllje të këtij dokumentari në shërbim të betimit. Uroj t'ju ketë pëlqy, uroj që sadopak të kemi lënë gjurmë edhe ne në historinë më të re të Kosovës. Unë si gazetare, kolegu im Momen Jashari dhe Besar Daka, urojmë që kemi bërë një punë sa do të vogël, ndoshta edhe modeste, me këto mundësitë që i kemi pas për të realizuar një dokumentar për komandantin Adem Sheun. Ju falenderoj edhe një herë për pjesëmarrjen. E konsideroj të mbyllur këtë ngjarje kulturore.